Plas dhunën e Big Brother VIP Kosova. Londrimi kap Klodianin për flokesh, produksionin ndërhyn me njëherë. Shtëpia e Big Brother VIP Kosova 4 është tronditur nga incidenti i parë i rënd që përfshindun fizike mes konkurrentëve, vetëm pak ditë pas nisjes së formatit. Klodiani dhe Londrimi ishin protagonistët e kësaj përplasjeje. Tensioni u rrit kur, pas një debati, Londrimi u afrua Klodianit dhe e preku në kokë. Por ishte përsëritja e veprimit ajo që çoi në shkelje të rënd të rregullave. Pasi Klodiani kërkoi të mos e prekte, Londrimi u kthye dhe e kapi Klodianin me forcë për flokësh. Publikimi i pamjeve ka shkaktuar një orë tek reagimesh në rrjet. Ndjekësit janë unanim, rregulloria për prekjen fizike është e qartë dhe kërkojnë përjashtimin e menjëhershëm të Londrimit. I gjithë fokusi është tashmë tek vendimi që do të marrë produksioni, pasi rregulloria strikte e vëllait të madh ndalon çdo lloj kontakti fizik me qëllim agresiv.